Goditet një bazë armatimi në fshatin Picall në Tiranë, pasi dyshohet se shërbente për furnizimin e grupeve kriminale. Gjatë operacionit, u bë i mundur identifikimi dhe goditja e kësaj baze armatimi. Nga kontrolli i ushtruar në banesën e shtetasit OQ, u gjetën dhe sekuestruan 5 armë zjarri automatike, 1 armë zjarri pushk, 3 armë zjarri pistoleta, 1 armë gjahu, 1 bajonet, silenciator, uniforma dhe pajisje të ngjashme me ato të policisë, si dhe rreth 900 fishek luftarak të kalibrave të ndryshëm, fitila zjarr përcjellës dhe kapsolla detonatore. Është shpallur në kërkim poseduesi i bazës së armatimit, 41 vjeçari me inicialet OQ. Ndërkohë, vihet në pranga nëna e shtetasit të shpallur në kërkim MH, 66 vjeç. Armët do dërgohen në Institutin e Policisë Shkencore për ekspertizë me qëllim verifikimin e përdorimit të tyre në ngjarje kriminale. Ndërkohë, po vijon puna intensive për kapjen e shtetasit të shpallur në kërkim dhe për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale. Materialet procedurale ju referuan Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.